Dhe kur u zgjodh Altin Domani, disa prej tyre e ngritën dorën gjysmë sepse kishin frikë që mos Zdjedh si ma marrin. Do më thonë, urdhrin e kishin nga mazhorancët zgjidhje filion person, ndërsa para se të bëhet votimi, ishte ambasadori Yuri Kimi thirrën një dhomë të gjithë bashkë anëtarët e KLP-s, pasi votonin ato për zgjedhur Altin Domanin, i mbajti rreth një orë 40 minuta diçka të tillë. Mbaj mend se kam qenë vetë kam raportuar, ka qenë një ndër raportimet e mia të para sa kishte filluar punën time në terren si gazetar i kronikës së Zezë. Dhe në momentin që i bisedoj me gjithë të antarët e KLP-s dhe u zgjodh Altin Domani, u bë votimi 2 herë, pasi herën e parë nuk u zgjodh numri i duhur, pra që duhej për të zgjedhur kreun e SPAK-ut. Në herën e dytë kur u zgjodh, nuk e mbaj mend emrin e kryetarit të KLP-s, po më kujtohet, e ngriti gjysmë dorën, nuk e ngriti të plot, pra gjysmë për zgjedhjen e Altin Domanit. Pra ishte që u duk që ishte një zgjedhje, u duk që ishte një zgjedhje diktuar nga amerikanët, nga ambasadori Yuri Kim.